Ka sjell me një Tirancit, ka sjell me një zetor forstrit në atë kohë. Dhe ajo një ditë më parë sillte, jepte, ka sjell sheqer, ka sjell biskota për studentët dhe ne nuk i kemi pranuar dhe nuk kemi dalë nga greva vetëm për të ndrojë dhe emrin që ishte Universiteti Enver Hoxha në atë kohë. Dhe të shikosh sot sa kanë përfituar njerëz të tjerë, do idealistët janë shpërndarë në gjithë Europën, mos harro me Shena si Rama, mund të them me shumë tjerë, kujtohet shumë që kanë punuar në atë. Por kush problemi? Problemi është unë kam qenë 20 vjeç. Tani 55 vjeç. Sali Berisha ishte gati 50 vjeç atëherë. Tani është prap Sali Berisha aty, vazhdon të jenë, bashkë me ato njerëz të cilët përfitojnë, dhe nuk janë trejat ato të cilët kanë luftuar dhe të cilët sillen gjë. Tani unë pa fejuar, pa martuar, pa gjë, fëmijët e mi po martohen, do pres fëmijët, do vazhdojmë. Kjo nuk mund ndodhi. Sado të jesh, çfarë them, gjenit jesh. Pra, koha sjell gjën e vet, ndryshime këtë, do duhet të kishin pa ndryshime. Dhe prandaj është të gjeni sot politikë dhe Partia Demokratike. E ke ndier atë Dhe unë nga 91-shi deri në 2005 nuk kam qenë antar i Partisë Demokratike. Sigurisht i djathtë, sigurisht votuar për Partinë Demokratike, sigurisht e kam mbështetur Partinë Demokratike unë dhe familja ime, por kur erdhën në 2005, të cilët u kërkova me sistem nga struktura e Partisë Demokratike të Qenit, sepse flasim për zgjedhje 2005 ishte sistemi majoritar, të cilët kanë fituar për herë të parë aty, dhe dola, më falni, nuk është për modestin, i pari në Shqipëri për numrin e votave dhe besimi i tyre qytetarëve, dhe unë jam betuar me datën 4 korrik të 2005 që nuk do t'i vjedh, nuk do t'i shpërtoj besimin e tyre. Dhe kam marrë qendrime, vazhdoj me te. Ne u bëm mazharant në 2005. Dhe erdhën në mazharant në 2005 për shkak të kartës fort antikorrupsion ndaj qeverisë Nano, të ndjehet Nano dhe të Partisë Socialiste gjatë këtyre 8 viteve, nëse kujtohet. Dhe shqiptarët na besuan. Çfarë ndodhi? Ndodhi ajo të cilët unë e kam përjetuar për gjatë 8 viteve të mazhorancës sonë. I marrim me radhë. 2007-ën ishte Sali Berisha bashkë me grupin e afërt të elektoratit të zotit Berisha, të cilët luftuan fort për të bërë Fatos Nanon president të Republikës së Shqipërisë. A pranonte morali im politik? Jo. Unë bashkë me Bujar Leskën, bashkë me Sali Sheun, bashkë me Sami Gjergjin, bashkë me Recep Ukun, bashkë me shumë të tjerë, luftuam Gzim Karapicën, më kujtohet shumë deputet tjerë, u bëm blok dhe nuk lejuam që atë që ne kishim rrëzuar përpara gati 2 vite, 1 vit e gjysmë përpara për korrupsionin qeverinë e Partisë Socialiste, ne ta pranonim që të ishin krye të shtetit. Kur vetë Partia Socialiste, me sa kujtohet Rama bashkë me të tjerë, nuk ishin dakord që të bëj Nano sepse nuk përbënte sens. E kuptoj. Kjo pra që do të tregon pra riciklimin marrëveshje që kanë të okultet të fshehta që kanë patur brenda, ka patur gjithmonë edhe deri pak më herët teksa ju keni qenë pjesë e Partisë Demokratike, po sepse më duhet do të jap ti përmend këto çaste që janë çaste të cilët me gjithë respektin për Ermani, po janë çaste të cilët kanë shënjuar ecurinë e Partisë Demokratike. Prandaj po them. Se duhet ndalim sot pastaj. 2008. Prap morali im politik nuk më pranonte që pa u thar flokët e viktimave të pafashme të Gërdecit, 26 viktimave, u bë marrëveshja, martua Partia Socialiste me Partinë Demokratike me 1 prill 2008-s, te sistem zgjedhor që kemi ne sot, dhe që sot e vuajnë çdo shoqëria dhe sot nuk ke deputet të zgjedhur, por ke deputet të emëruar thuajse. Ky është problemi. Unë kam votuar kundra bashkë me 4 kolegë, Recep Ukën, Besim Mustafajin, Bujar Leskën, Sami Gjergjin. Kaq, të gjithë tjerë votuan rresht për tregon këtë pra që karakteri im nuk kishte pra lirin. Ju sot po paguani ato Zoti Sula do të thotë që janë bërë kurban edhe unë sot, po thjesht po e thot më ndryshe. Është bërë kurban disa herë Zoti Sula. Që brenda Partisë Demokratike, brenda Partisë Socialiste, brenda gjithë të tjera, do duhet që njerëzit ato që janë përvajsues aty të ngrenin zërin, të debatojnë, të japin alternativa. Ka një marrëdhënie të drejtë për drejtë mes dy forcave politike më të mëdha në kurrizë të shqiptarëve? Vazhdoj me te. Jo, përgjigju kësaj pyetje. Patjetër do të them pra. Të fundit, unë po të marr rastin e fundit po analizojmë, vazhdoj me Sinjanarin, vazhdoj me tjera. Pra me 26 korrik të vitit 2024, që është vetëm unë budallaj, vetëm që votova kundër kodit zgjedhor, të mbylljes listave. Unë nga opozita ka votuar unë. Por i vërtet ka votuar dhe Ingeleti Libepi që nuk kishte pjesë, po thuaj se i shputur totalisht, por nga të gjithë ato që janë sot aty, edhe ato që nuk janë sot aty në parlament, të cilët Berisha i përzuri, me 26 korrik të 2024-s, që është i vetmi person që kam dalë nga nderuar. Edi Rama mos dil në fushat zgjedhore sepse e ke fituar zgjedhjet.
sepse nuk mund të bësh atë gjë që mbyllësh listat, të mbrosh të vësh njerëz të cilët nuk kanë vota dhe ti të fitosh opozitë, sfiton dot. Pra tregon që marrëveshja 1 e para për kodin zgjedhor, 2 për amnistin penale u bë nëpërmjet opozitës. Mund të ketë qëllim me majoranca qëllim ka. Por ti si opozitë do duhet të jesh penguese, do të jesh transparente me qytetarët, jo të bësh bunker ti dhe ti nuk hapesh, vetëm mbyllesh dhe bllokon gjithçka. Në një kohë pastaj që u pa pastaj se si rrodhen ngjarjet mbas 11 majit dhe tani ti vazhdon të sulmosh majorancën, të thuash që majoranca është diktaturë, thotë Rama, Berisha thotë që Rama është narkoshtet, është diktaturë, është regjim. Por si atëherë ti regjimi, si atëherë ti diktatura, ti vazhdon ta mbështesësh në kuptimin në marrëdhënie të padiskutueshme njëri me tjetrin, duke vazhduar në shtator që të ngrin komisione, vetëm seancat parlamentare, vetëm komisione parlamentare dhe gjithçka tjetër. Keni ngritur ju zërin Sulejman atë kohë edhe kur nuk bini dakord me gjitha këto që ka fjalën tani vonë, jo ato vite që kanë frizë. Tani mbas 11 majit, tani unë kam ngritur zërin. Jo, pas 11 majit u kuptua që para 12 marsit, unë kam ngritur zërin. Ju e pa tani, ka filluar një foltore numër 2 Berisha, po. Për çfarë ishte themeli dhe baza, do ta mbyll me kaq, themeli dhe baza e një foltore ishte që, qoftë kryetarët e bashkive, qoftë forumet e partisë, qoftë deputetët, nuk i zgjedh kryetari. Se përsëriti prapë në Mërdit Berisha, por i zgjedhin anëtarët. Çfarë pa me primarët? Ishte baza të cilët ndoqën zoti Berisha. U shkatërruan, nuk u vlerësuan, nuk u morën parasysh. Ato që fituan primarët, për fshirë dhe mund që i fitove i parë në gjithë qarku Elbasanit, të gjithë Elbasanit, gjithë tjerë t'i lash mbrapa, dhe më tha, nuk du të shoh me sy, ik shtëpi, e parë rezultate pastaj 10-4. Po kjo pra, nuk të besojnë më demokrata, nuk të besojnë më njerëzit. Kur ti nuk ban parimet, kur i shkel parimet. Ermal, zgjedhjet e 11 majit, po nxjerrin avash në dritë një mori problemesh brenda Partisë Demokratike, jo se kjo nuk ka patur përpara, sepse ne e dim çfarë ndodhi në kohën kur zoti Berisha u rikthye të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, konflikti me zotin Basha, Vula, firma e kështu problemesh. Tani, po nxjerrin këto zgjedhje avash shumë të pakënaqur brenda saj, që deri dje ndoshta kanë mbyllur gojën apo syt apo veshët dhe nuk kanë folur, dhe pastaj dua të ndalen pak tek Saliani dhe eksponentë të tjerë të rëndësishëm të Partisë Demokratike që sot janë bërë bashkë. Ti marrim hapas hapi. Tani, Ina, para se... Zoti Sula duket që është një nga ata. Para se të dilja publik